Po shqyqy që kemi dushin që lajmi 3 herë në ditë se vetëm atje mund të na lejohet të qajmë. Ne qajmë, ne vuajmë sepse nuk është e lehtë që të lësh vendin. Pra ne ikim me atë dëshirën kur të gjithë na thonë që o po sa mirë shpëtove, shkove në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk është e lehtë. Për çfarë vuajnë shqiptarët? Po vuajnë që në momentin e parë. Për financa, vuajnë për vendin. Gazetarja shqiptare Eva Dori, e cila është zhvendosur prej 10 vitesh për te Oqeanit në SBA, së fundmi ka bërë një deklaratë që ka shkaktuar reagime në rrjet. Ndërsa u pyet nga 2 moderatorët e 7-5 në Vision Plus se a vuajnë shqiptarët në Amerikë, ajo habiti me përgjigjen e saj duke thënë se po shqiptarët në SBA qajmë 3 herë në ditë. Shqyqyr që kemi dushin dhe lahemi 3 herë në ditë, se vetëm atje mund të na lejohet të qajmë. Ne qajmë, ne vuajmë sepse nuk është e lehtë që të lësh vendin. Ikim me atë dëshirën që të gjithë na thonë, o po sa mirë shpëtove, nuk është e lehtë. Është shprehur ajo. Gazetarja ka treguar më herët se ka ndërtuar jetën e saj në Filadelfia, si dhe momentin spontan kur vendosi të bënte një projekt televiziv të planifikuar për vetëm disa ditë, por që ju kthye në një vendim për të qëndruar. Shikon një Amerikë që e ke parë në filma, dhe nëse nuk ke për krahjen e duhur, duhet të punosh shumë, të mendosh si amerikanët. Ne shqiptarët i jemi mësuar me një jetë tjetër, tha ajo. Vetëm një javë pas mbërritjes së saj, ajo u njoh me dashurinë e jetës dhe u martua.